Lavdi dhe falendrimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu ditën e gjykimit. Sot do të përmendim një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadith I cili flet për ditën më të vështirë që do të ketë njeriu në përgjithësi njeri pa marrë parasysh a musliman është apo jo musliman. Ajo ditë është dita e mahsherit, dita e ringjalljes, kur vapa do të jetë në nivel shumë të lartë. Thuhet sipas disa transmetimeve, dielli njerëzit do ta kenë mbi kokë kësa një pëllam. Domethënë, shumë vapa e madhe, nxehtësia e madhe, sikletet mëdhaja që do të ketë njeriu se si do të përfundoj punën e tij, çfarë vendimi do të merr. Por Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith neve na tregon për 7 gjëra të cilat nëse njeriu njëra prej tyre e ka së paku, ai do të jetë në hijen e arshit të Allahut xhaleshanuhu dhe nuk do ta përjetojë atë që përjetojnë të tjerët. Kjo është njësoj si kur për shembull dikun thirresh edhe duhet dalësh para gjykatës shembull se ashtu është procedura, por të thuhet ti nuk e ke vendin me tjerët, ti eja ulu në kultuk. Kur do të vijë koha për të dalë, do dalësh. Pra me të vërtet, kjo do më thonë një gjë shumë e rëndësishme është e cilët janë ata gjëra, ato janë në një imamun adil. Imam do thote udhëheqës, pa marrë parasysh a udhëheqësi I shtetit, apo udhëheqësi I ndonjë repartit, apo udhëheqësi apo drejtori I ndonjë firme, apo pa marrë parasysh a drejtori I ndonjë shkolle, apo I udhëheqës I familjes. Domethënë krejt profilet udhëheqës përfshihen me këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra udhëheqësi I drejt, udhëheqës jo për me përfitime materiale vetjake. Domethënë ke hyrë atje edhe ke marrë atë post për të I shërbesh shoqërisë. Nëse ke qera qëllime, atëherë nuk përfshihen ashtu. Nuk I zgjati këto, domethënë vetëm do t'i përmendim, nga pak do t'i shpjegojmë. E dyta është e shabun nasha'a fi ibadetillah, një I ri I cili është rritur në ibadetin, në adhurimin e Allahut xhaleshanuhu, në frikë respektin dhe Allahut fuqiplot, dhe e bën ibadet Allahut xhaleshanuhu dhe atë nuk mund ta gjesh të jetë dikund ku Allahu xhaleshanuhu e ka ndalu. Por vazhdimisht gjendet në ato gjëra të cilat janë gjëra të mira dhe gjëra të dobishme për shoqërinë. Nën 3, rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, dikush që e ka zemrën të lidhur për xhamin. Domethënë ai fal namazin me xhamat, edhe është I lidhur me xhamatin, me ata që shkojnë në xhami, edhe me problemet eventuale që mund t'i ketë xhamia. Ai e falën drekën edhe shkon në punët e veta që I ka, pastaj kur thirr I qëndija, me njëherë zemrën e ka të lidhur për xhamin, I përgjigjet ezanit edhe shkon. Pra kjo është ju e dini të gjithë, sepse xhamia ka vlerë shumë të madhe në Islam. Xhamia I mbledh të gjithë profilet, të gjitha
llojet e njerëzive pa marrë parasysh çfarë pozite kanë, çfarë roli kanë në shoqëri, çfarë detyre, ato të gjithë bashkohen edhe e pyesen njëri tjetrin për hallet që i kanë. Pra nuk është vetëm të falesh, por edhe ta pyesësh vllaun tënd si ka hallet. Assalamu alaikum wa rahmatullah, kur thu u jep selam, do më thonë i përshëndetën të gjithë, edhe ti ke ndjenjë se ke përgjegjësi, do më thonë, për problemet që ata kanë. Do më thonë, jo t'jesh vetjak, por shoqëror. E katërta, rajulani tahabba fillah, dhe dy njerëz janë dashur për hir të Allahut xhaleshanu. I lidh xhamia ata, i lidh rruga e Allahut xhaleshanu, jo rrugët e kafehaneve, jo rrugët e fëlliqura, por rrugët e mira të dobishme, edhe ata janë taku për hir të Allahut xhaleshanu dhe janë nda për hir të Allahut xhaleshanu. Dhe vazhdimisht ata, sipas një hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tjetër, thot ata marrën përshëndetjen e Allahut xhaleshanuhu për çdo ditë. Ju e dini një hadith ku dikush është nisur për ta vizitu një vëllaun e vet, edhe Allahu xhaleshanu e dërgon një melaqe në formë të njeriu, edhe e pyet, ku je nis? Thot, jom nis, filan vendit shkoj ta vizitoj një vëllaun tim që e du për hir të Allahut. Thot, mos ke ndonjë interes në vete, të lidhë një interes i kësaj do, jo, thot, as pak, por vetëm se e du për hir të Allahut xhaleshanu. Thot, unë jam melaqe e dërguar nga Allahu, edhe jam e obliguar të tregoj se Allahu xhaleshanu të don ti, edhe të çon selam, para mendoni. Në më thonë, rajulani tahabba fillah, dy persona duhen për hir të Allahu xhaleshanu. Pastaj, rajulun da'athu imra'atun dhata mansibin wa jamal. Edhe një person ashtu ka pas rastin që e thirr ndonjë grua që ka pozit, që është me prestigj, që ka bukuri, e thirr për punë të keqe, për amoralitet. Por këtë qka i thot, faqala inni akhafu Allah, ai nuk i përgjigjet kërkesës së saj, dhe thot, unë i frigohem Allahut fuqiplot. Pra largohet, heq dorë nga jo punë e keqe, edhe ki person do tjetë në hijen e arshit. Pastaj, në ngjasht, rajulun tasaddaqa fa akhfa sadaqatahu. Një person që e jep një sadaka, një lëmosh, dhe atë nuk e bën publike. Me një transmetim të këtij hadithit tjetër, është një transmetim tjetër, thot, aq e fsheh sadakan, sa që edhe e majta e tij nuk e heton se çka jep e gjafta. A dhe kjo shumë me vlerë është. Do më thotë të ndihmosh njerëzve, por jo për mburje, jo për lavdrim, jo që të thonë të tjerët shumë bujar është i ki personi. Do më thotë i ndihmon vetëm për hir të Allahut xhaleshanuhu, edhe ki person do tjetë, do më thonë, në hijen e arshit. Tash sidomos këto ditët e fundit më gati, do më thonë, ditët e fundit që kam vlerë të madhe, të Ramazanit, i Ramadan, do thot është rrjedh për fjalë për e rënjës Ramadan. Ramadan do thot e djegje, do më thonë, digjen të gjitha gjunahe që i ke. Digjen. Pra, angel, pra ndoni diçka për ne, që ne, do më thonë, mos bëna për atyre që të japëm lëmosh. Për hir të Allahu xhaleshanuhu, të mundohana që të ndihmojmë njerëzive që janë në varfëri, të nxjerrim njerëzit për krize që i kanë, krizat që i kanë. Dhe më thonë, që ofrojsh një ndihmë vllaut tënd, edhe kjo është, dhe më thonë, sidomos në këto ditë të fundit të muajit agjerim, krejt gjunahet që i ke të shkrihen. Krejt, dhe më thonë, ato digjen edhe del për Allahu xhaleshanuhu,
do të thonë pa gjunahe. Pra kjo është edhe që e fiton hijen e arshit të Allahu xhaleshanu në ditën më të vështirë. Pastaj dhe e shtata është wa rajulun dhakara Allaha khaliyan fafadat aynahu. Dhe një person e përmend Allahun fuqiplot, kur të tjerët të gjithë flejnë, të gjithë pushojnë, kjo është shu ka marrë abdes, edhe e përmend Allahun xhaleshanuhu, dhe duke e përmend Allahun xhaleshanuhu, i pikojnë lotët, i mbushën syt me lot, nga frika Allahut xhaleshanuhu, nga frikë respekti, nga falënderimi që ja shpreh Allahu xhaleshanu për dhuntit që ja ka dhënë, edhe ky person do të jetë në hijen e arshit. Pra, lutim Allahu xhaleshanu që spaku njërën prej këtyre grupe të kena, edhe normal se duhet mundohen edhe më shumë, por spaku këtë, domethënë njërën prej këtyre që të jemi të lumtur edhe në këtë botë, edhe në botën e ardhshme. Walhamdulillahi rabbil alamin.